këpucët e babait. Ai e ruante të atin çdo ditë. I ati punonte me orë të gjata në të ftohtë, me këpucët e tij të vjetra e të konsumuara, pothuajse duke u coptuar. Më në fund, mëngjesi i festave mbërriti. Ariani u zgjua dhe shikoi përreth. Atje, mbi shtratin e tij, ishte një kuti. Brenda, një palë këpucë të bukura të reja, tamam sa madhësia e tij. I gëzuar pa mas, Ariani i veshi shpejt. Mezi priste ta falenderonte të atin. Ai vrapoi ta gjente, gati për t'i treguar këpucët e reja dhe për t'i shprehur mirënjohjen. Por kur e gjeti të atin, u ndal. Babai i tij po qëndronte aty, me këmbët zbathur në dyshemen e ftohtë. Pse nuk i vesh këpucët, baba? Pyeti Ariani i hutuar. Babai i tij buzëqeshi, një buzëqeshje e butë dhe njohëse. Sepse, u përgjigj ai butësisht, duart e mia janë më të ngrohta se këmbët e tua. Në atë moment, Ariani e kuptoi. Këpucët e reja nuk ishin dhuratë nga ati, por një dhuratë të atit. Dashuria e një babai, një sakrificë e bërë në heshtje, në mënyrë që djali i tij të kishte këmbë të ngrohta dhe pushime të lumtura.